Po, është e vërtet. Është e vërtet kjo? Po, të votojnë thjesht si çun Tirane? Po, patjetër. Është një nga armët e forta, Absolutisht. meqense votat po i kërkon në Tiranë tek e fundit. Arma më e fortë që kemi. Kush është Hysen Xhura? Hysen Xhura është një çun Tirane që banon njësin bashkiake nëmër 4 në zonën e Kinestudios e Porçelanit, kësaj zone. Me familjen e tij, me familjen time, babën, nonën, nusën, fëmijët, vëllezërit, edhe afërmit e mi. Shumë merren me karrierën e çdo kandidati, a ka kontribuar në politikë, as ka kontribuar më herët, apo vjen rishtas etj etj. Jeta jote politike? Karriera jote deri tanishme? Kontribut në Partinë Demokratike, me thënë drejtën, më herët, domethënë në të djathtën, pavarësisht të situatës aktuale. Unë në fakt kam një karrierë shumë gjatë politike, që është në rinin time kam qenë antar seksioni i Partisë Demokratike, kështu kam filluar karrierën time. Pastaj kam qenë kryetar seksioni, kryetar grup seksioni, kryetar partie, antar i kryesisë Partisë Demokratike për degën e Tiranës, antar i Këshillit Kombëtar disa herë rresht, kryetar i njësisë bashkiake nëmër 4 e tjera. Ndërkohë, këtë pjesë e ke, po themi, ja ke dhënë përgjigjen atyre skeptikëve që vjen me kontribut djathtas, kështu që nuk është se besoj se po. E ke ditën e parë të kontributit tënd në të djathtën shqiptare pavarësisht situatës në cilën ndodhet kjo e fundit. Tani, pyetja që ja bëj çdo kandidati që është në listë për herë të parë me objektivin për të hyrë në parlament. Pse zgjodhe ti hyje me të dyja këmbët politikës, jo se nuk e ke bërë deri tani, por tashmë kërkon statusin e deputetit, është ndryshe puna. Po, pyetja është me vend, por unë, si thash, kam një periudhë shumë, kam një karrierë gjatë në politik, angazhime në politik, kështu që këto janë ato shkallët the steps që ne njeriu kalon në jetë, kështu që unë besoj se është koha e dur, momenti i dur. Unë vetë kam pjekurinë e dur për të kandiduar. Pra, kam një periudhë relativisht jo të shkurtër në pauze. Kështu që tani e shikoj veten që është momenti më i mirë që unë kandidoj për deputet edhe t'jap atë kontributin tim më së miri, sepse unë mendoj që kandidosh për deputet dhe shkosh në parlament, parlamenti është tempulli i demokracisë dhe për këtë arsye ne duhet t'japim maksimumin tonë. Parlament me vendimet më të rëndësishme për një vend. Kështu që parlamenti vetvete do një përfaqësim të mirë edhe me kapacitete. Sidomos sa shumë është përfolur vitet e fundit, duket se është vënë pikpyetje edhe ky tempulli që ti fole me superlativa fatkeqësisht. Megjithatë, ligji i dekriminalizimit dikur e bëri të vetën në këtë drejtim deri diku. Tani pyetja që më vjen natyrshëm, pse me Lulzim Bashën? Lulzim Basha është drejtues politik i fushatës dhe jo me kampin tjetër Atlantik. me Sali Berishën dhe Partinë Demokratike që tashmë ka dhe simbolet zyrtare, se ti je demokrat, unë nuk do të pyes pse jo me Ramën, por pse jo me pjesën ku ikën më shumë ti po them, edhe ata që ishin pas Lulzim Bashës e tradhtuan dhe ikën. Ka shumë që thonë e bën për një karrige. Ti pse nuk e bëre këtë? Në thonjza pse nuk ushite? Unë kam qenë demokrat, jam demokrat, do mbetem demokrat. Qenia në PD për shkak të siglës, për mendimin tim nuk të bën demokrat. Demokrat bën bindjet e tua, vizioni jot. Kështu që vendimet janë marrë, paktën unë vendimin tim e kam marrë për shkak edhe të listës koalicionit Euroatlantik. Sinqerisht kur kam u lumtuar, kam parë sepse kush janë ata që po themi janë kandidat mundshëm. Më ka ardhur mirë sepse janë pra po thua lista dinjitoze ka qenë një plus. Absolutisht, është një listë dinjitoze me njerëz dinjitoz, kështu që pranova dhe mendova të bashkohem këtij grupimi. Ndërsa
për hir të vërtetës, është për të ardhur keq që në listat e Partisë Demokratike në këtë moment ka kandidatë që nuk janë të Partisë Demokratike. Kështu që nuk i përkasin Partisë Demokratike. Ti personalisht ke vit kuqe Sali Berishën për të refuzuar Partinë Demokratike apo më shumë se kaq? Shiko, unë nuk kam vit kuqe. Sepse shumë edhe nga lista juaj e Koalicionit Euroatlantik më kanë deklaruar në këtë studio që vija kuqe mbetet Sali Berisha. Se unë kam pasur këtu Oriela Pampurin, Shëmsi Premçin e tjerë. Shiko, Për ty mbetet kjo apo jo vetëm kjo? mendimet janë personale, po për mua nuk ka vit kuqe një personi. Jo, në sensin që nuk do bashkoheshe kur, nuk do bashkëpunoje kur, apo s'ka kur në politik. Vija kuqe imja është kjo, që unë dua që të jem pjesë e një liste ku përfaqësojnë, e gjithë listat përfaqësojnë demokratët e vërtet. Sa kosta ofron Berisha po thua, ti bëre zgjedhjen tënde, po. Ata që themeluan Partinë Demokratike, se kjo ka shumë rëndësi, qëndrestarët e Partisë Demokratike nga 91-shi, pra unë jam antar i Partisë Demokratike. Po qëndrestarët humbën rrugës, është ideja. Shumë pak kanë mbetur. Unë nuk besoj se kam humbur rrugën. Jo, ti personalisht. Personalisht besoj se nuk kam humbur rrugën. Kam luftuar gjithmonë për të mbrojtur idetë e mia, idealin tim, me qytetari, me punë dhe jo me retorika nëpër media apo tani që në vitin e largët kur ti po i referohesh 90-s, ju e kërkonit Shqipërinë si gjithë Europa. Ky ishte ideali, slogani kryesor, thelbi së gjithë kësaj lufte e misioni, po sot Europën e premton kundërshtari juaj. Edi Rama garanton pasaportë europiane në 2027 për shqiptarët. Si të duket kjo? Shiko, është shumë e vërtet. Ne thonim në atë kohë e duam Shqipërinë si gjithë Europa, sepse ishim të bindur që ne jemi pjesë e Europës. Po themi. Po nuk ishim pjesë e Europës në të njëjtën kohë. Vetëm gjeografikisht jemi se. Patjetër, gjeografikisht. Kështu që tani kundërshtari jonë, shiko, unë personalisht hyke njerëzit që i njoh meritat e çdo qeveria. Pa ato që ka bërë mirë dhe ato që ka bërë keq. Po kjo nuk është merit e kundërshtarit ton politik, thotë që Shqipëria pra është në prag të hyrjes në BE. Pavarësisht se unë nuk besoj që me këtë standard që ne kemi sot, pavarësisht retorikës për shkak të fushatës elektorale, pra unë nuk besoj se ne jemi gati. Ndërsa për sa i përket gjeopolitikës, për hir të disa problemeve që sot Evropa dhe bota ka, ndoshta mund të mbyllin sy dhe një vesh, edhe mund ta pranojnë, por ne nuk jemi gati. Dhe Partia Demokratike ka shumë merita për këtë ditë. Po thua për pandarësimin NATO, liberalizimin e vizave. Patjetër. Nuk mund t'ja mohojmë Partisë Demokratike. Dhe shpesh bëhet pyetja pse me Lulzim Bashën, por ironi të fatit Lulzim Basha është ai që ka qenë në kryet atyre dikastereve që ka udhëheq këto procese. Po, është vërtet kjo. Që edhe këto do t'ja mohojmë Lulzim Bashës. Sa ai trumbeton edhe vetë në fushatë elektorale këtë arritje të dikursh. Këto ja ka bërë qartë edhe Sali Berisha, qytetarëve shqiptarë dhe demokratë dikur, kështu që po ishte në këtë moment disa video fshihen ose nuk pasqyrohen. Tani po e vërteta është më kokëfort se shumë kush në këtë fushat ka qenë nxehtësa është nuk po fokusohet më sa duhet tek programi, që është thelbi dhe kryefjala, besoj unë, e një fushate elektorale, sepse qytetarët për këtë kanë interes. Llogjet e kavajës pastaj nuk kanë interes. Megjithatë, këto të dytat po bëhen për ditë, ky lloj stili po na ndjek, një lloj stili alla tallavaj fushatës dhe po humbasin vëmendjen nga programi. Ti fole për një listë dinjitoze të Koalicionit Euroatlantik ku edhe ti bën pjesë. Po programin. Absolutisht. Ne kemi programin më të mirë dhe kemi dhe prandaj them që shiko, programi i Koalicionit Euroatlantik
dhe lista e kandidatëve të koalicionit Euroatlantik janë më të mirat sot për sot në këto zgjedhje në gjitha në gjithë spektrin politik shqiptar. Kështu që kjo më jep bindje dhe kjo më jep më tepër siguri që ne shpresoj që shqiptarët ta vlerësojnë këtë dhe të na votojnë. Sikurse ju thatë, se mvollet një shprehje, ose më morën një shprehje, më thonë. Këta po mundohen të bëjnë fushat tallava për një arsye shumë thjeshtë, sepse nuk kanë mundësi, nuk mund të përballen dot me qytetarë për arritjet dhe mosarritjet. Për premtimet i kanë mbajt apo si kanë mbajt. Këtu i referohesh qeverisë, se ajo duhet ja llogari për bilanc. Patjetër, qeverisë, në qeverisë i kërkojmë llogari. Dhe ne drejtohemi qytetarëve dhe themi shiko, ka premtuar këtë gjë, pra ka premtuar legalizime që është mandatën e parë. Dhe nuk janë bërë. Ka premtuar rrugë, ka premtuar sjellsa 24 orë etj. Nuk janë bërë. Jemi 12 vjet sot, 12 vjet. Po e diçka në një takim këto ditë kryeministrit fushatës së tij? Thyej rekord Guinness ta për 2 arritje si kryeministër. Jam kryeministri piktor më i miri ndër kryeministrat në të gjithë botën. Dhe që nga viti i largët 1912 të gjithë udhëheqësitë së bashkut marra, llogarisësh të gjitha investimet që kanë bërë në rrugë, nuk ma kalojnë dot mua, tham. Këto janë si puna asaj shprehje si u tha çfarë llogje kavaje, asnjë gjë më shumë se kaq. Pra, nëpërmjet llogjeve të kavajës, këto duan pra qeveria dhe kryeministri do të shmangi vëmendjen ndaj dhënies llogari për gjitha ato. Pra mbulon realitetin me propagandën. Absolutisht.